A do të më ullë për para në raket nona a gruja, të full për shpiona. Ramësh. Përshëndetje gjithëve nga Observatori dhe Planetariumi Kombëtar i Kosovës. Sot kena me full çka nëse NASA ishin kon shqiptar. Nëse NASA ishin kon shqiptar, çat astronautë ngrue që kja aty në anije kozmike e kish thirr vjerra vet edhe i kish thonë që s'po rrin fëmia. Kështu që dosh më kthy te shtëpia. Astronautat burra kishin harruar me marr bukën me veti tu kthyer misione debate politike. E shefi i NASA-s ja kish no. Shefi i NASA-s kish qellu ndeti me shfaler. Me qenë se NASA shqiptare, edhe shumica astronautave të raketit ishin kon burra shqiptar, ato i kishin pas edhe gratë. E çka kishin bëjë misionin në Kosovë? Ja kishin thirr gratë në mision, edhe i kishin vet. A do të më ul përpara në raket nona a gruaja. Ditën që niset raketa, zakonisht njerëz shkojnë me kqyr. Po nëse ata njerëz që ishin kon te kqyr ishin kon shqiptar, nuk e kish pokër dushesh, se këtë ishin kon të në telefon. Ma e keq që i shkon nëse raketa i shprish në sen. E mekaniku, me qenë se shqiptar, nuk i shkon te raketa hiç, po i shkon te koishia show të ful për shpiona. Tën ajo raket garant ka lyp po parking. E me paskon shqiptar ai parkingit, e kish pas një çon Louis Vuitton, edhe aty kish lyp 5 euro për parking. E nëse NASA i shkon shqiptare, edhe mediat që ishin përcjellë eventin ishin kon shqiptare. Po mediat nuk ishin kon hiç aty. A di pse? Ishin kon të bëna emision në Kunata. Edhe për fund, nëse ke që NASA i shkon shqiptare dhe raketa i shkon shqiptare. A din çka kish ndodhur? Çajo raket i kish pas një por fillë të furta, edhe një spot gjërf. Po NASA nuk është shqiptare. Na jena shqiptare. E mas jena shqiptare, e kena ndani farven. Hajdeni te Observatori dhe Planetariumi Kombëtar i Kosovës. Fshatin Rashinc, ku unë i kam doj. Kalofshi mirë.